Mira Morati, një nga figurat më të shquar në fushën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, është tashmë zyrtarisht mes 50 grave më të pushtetshme në botë, sipas listës së fundit publikuar nga revista prestigjioze Fortune. Në renditjen e kaluar, ajo pozicionohej në vendin e 57, por këtë vit ka shënuar një ngritje domethënëse duke u renditur në vendin e 47. Ky progres reflekton jo vetëm ndikimin e saj të vazhdueshëm në industrinë globale të teknologjisë, por dhe fuqinë dhe vizionin që ajo përfaqëson si një lidere inovative. Morati, dikur drejtoreshe e teknologjisë së OpenAI, një nga mendjet kyçe pas suksesit të ChatGPT, tronditi botën e teknologjisë kur dha dorëheqjen nga kompania në shtator të 24, vetëm 6 muaj vëmendjen botërore në lançimin e startupit të saj të ri Thinking Machine Lab, projekt inteligjencës artificiale që po krijon një hon të madhe pavarësisht se ende funksionon në mënyrë të fshehtë. Edhe pse detajet për këtë sipërmarrje janë të kufizuar, ndikimi i saj është i dukshëm. Në maj të 25-s, Morati ishte në prag të mbylljes së një investimi rekord prej $2 miliardë që pritet të vlerësojë Thinking Machines mbi $10 miliardë, një prej randeve më të mëdha financimit në historinë e teknologjisë. Me këtë arritje, Mira Morati jo vetëm që vendos emrin e saj në mesin e grave më me ndikim në botë, por dhe forcon edhe rolin e shqiptarëve në skenën globale të inovacionit dhe leadershipit.